Hour, podcasti Fast News Economy. Unë jam Aura Sulçe dhe jam këtu me Ergis Sefan. Dhe jemi tek One Connect Hub, kubi One tek Piramida. Falenderojmë kompaninë që na mundson realizimin e këtij podcasti. Për çfarë flasim sot, Ergis? Sot flasim për premtimet elektorale. Me qenë se kemi edhe zgjedhjet. Po të dielën kemi zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Kemi gjetur personin e dur, ekspertin më të mirë në Shqipëri, i cili pikërisht do na thotë këto premtime a qëndrojnë, as qëndrojnë, sa kushtojnë. Sepse ka një specifik, personazhi që kemi ftuar sot në këtë podcast është ndoshta ndër të vetmit në Shqipëri, i cili ka analizuar të gjitha programet e partive politike. Dhe kur them programet, nënkuptoj premtimet që kanë bërë partitë politike në vite. Sa e kanë mbajtur, sa si kanë mbajtur, sa na kanë gënyer, sa do na gënjejnë. Dhe kemi kënaqësinë që të kemi në Money Hour zotin Eduard Gjokuta, ai është ekspert i njohur i ekonomisë, drejtues i Qendrës Studi Moral Tax. Mirë se erdhe Eduard. Ju falenderoj shumë edhe më bëte çik me turp, po do e kaloj. Je shumë i kërkuar këtë ditë për programet elektorale. Po besoj se po, se është sezoni këtë radhë që të diskutojnë dhe programet, për arsye se vetë nxjerrja e produkteve të tilla, të cilat nxjerrin njerësi, nuk nxjerrin më pjesën thjesht të asaj që quhet populizëm apo demagogji, po nxjerrin edhe pjesën e shifrave, dhe kur mbërtesh pas shifrave dhe i interpreton në rrugën e dur, natyrisht që fiton edhe atë çfarë duhet për besueshmërinë e publikut, por nga ana tjetër i jep dhe një produkt në mënyrë që ai të di se si ta zgjedhë dhe jo vetëm të bazohet mbi qasje emocionale apo mbi një qasje që më së shumti është perceptim. Ka shifra reale kjo fushat, apo të gjitha partitë kanë hapur thesin e babagjyshit edhe po japin këto karamelet elektorale që çfarë doni ju, nane? Ata që janë mësuar të japin karamele në fakt vazhdojnë, nuk është se kanë ndryshuar tradita, por ne kemi konsideruar këtë lloj qasje të si vjetshme, të tillë që vijon nga reforma, partitë që kërkojnë të reformojnë sistemin, te ato që kanë pjesën e mbajtjes së pushtetit dhe te qasja populiste. Dhe unë do t'i shpjegoj shkurtimisht që te pjesa reformatore hyn partitë e reja, të cilat vetvete bien një freski dhe janë shmangur sa më shumë populizmit, pra nuk kanë premtime populiste, nuk kanë qasje të tillë si që kanë partitë e mëdhaja apo duopoli PSPD. Nga ana tjetër PS-ja është partia që kërkon ta mbajë pushtetin bazuar jo më thjesht mbi reforma të vetvetes, por mbi atë çfarë ajo ka bërë dhe që do ta shtyjë më tej. Dhe qasjet populiste i takojnë Partisë Demokratike, e cila thjesht programin ekonomik të saj e ka më shumë një program të tillë që synon pikërisht të lloj tërheqje vëmendje, edhe pse ka në vetvete element që mund të gjykojnë se mund të jenë realizueshëm, por më së shumti unë do thosha që janë qasje që afrohen te populizmi. Kush parti ka bërë premtime më të kushtueshme, më populiste, që kush do japi më shumë karamele? Të dy partitë e mëdhaja kanë bërë premtime vërtet të tilla që te kalojnë ato çfarë ka kapacitete, qoftë pjesa e buxhetit, qoftë dhe pjesa e asaj se çfarë mund të prodhojë ekonomia në mënyrë të tillë që t'i mbajë këto. Natyrisht që PD-ja ka premtime më të kushtueshme për arsye se ka shfaqur një ambicie të madhe në realizueshmërinë e disa prej reformave që konsiderohen të tilla që nuk janë bërë jo më në pak vite, por në 30 vite. Dhe do të thosha një nga faturat e mëdha është zgjidhja e faturës së kompensimit të pronarëve, e cila është faturë disa miliardëse, dhe aty është vendosur që do të zgjidhet brenda një mandati, gjë që komprometon shumë në aspektin e asaj se çfarë prodhon buxheti, i cili aktualisht viti më i fundit vetëm 0.3% të prodhimit të brendshëm bruto i jep. Kështu që të realizohet ajo thot PD-ja, do të kalojë të paktën me 10 fishin, dhe natyrisht që ne e kuptojmë që kjo nuk është. Nga ana tjetër është pjesa e faturës infrastrukturës dhe pjesa e faturave të lidhura me pjesën sociale, të cilat dhe ato kushtojnë dhe te kalojnë të paktën me 1.5 deri në 2 herë atë çfarë jepet sot nga buxheti, dhe natyrisht dhe kjo është një faturë e kushtueshme. Nëse vjen te partia që është në pushtet, Partia Socialiste, edhe ajo ka premtuar dhe ka hapur të themi thesin, sidomos te infrastruktura. Dhe infrastruktura është ajo çfarë nuk është bërë në 12 vite, kërkohet të bëhet në 4 vite, dhe këtu kanë parasysh premtimin për 700 kilometra rrugë të reja të kategorive të ndryshme, hekurudha 300 kilometra, porti i kushtueshëm i zhvendosur dhe ai i Vlorës, i Durrësit dhe i Vlorës, si dhe infrastruktura të tilla që lidhen me ujësjellsat, me ato çfarë nuk janë bërë në gjithë këto vite, të cilat në vetveten e dim që
nuk arrin do të bëhen edhe sikur të angazhosh jo vetëm buxhetin e Shqipërisë, por edhe të fqinjve tanë rajonal dhe sidomos kapacitetet e tyre, për arsye se ka që mundësia dhe këtu nuk flitet vetëm thjesht mbaroj infrastrukturën dhe ke zgjidhur gjithë problemet e buxhetit. Buxheti ka faturën sociale e cila edhe PS-ja e ka premtuar dhe po ti mbivendosësh të gjitha këto nga ana e secilës parti, natyrisht që jo vetëm janë premtime të realizueshme dhe neve sot kemi publikuar sa të transpozuara mund të jenë në program qeverisës dhe na rezulton që në rastin më të mirë, PS-ja e PD-ja vetëm 70% të tyre mund t'i bëjnë program dhe ato me rezerva të mëdha për arsyeën e thjeshtë se janë të tilla që më shumë kemi qasje optimiste për t'i çuar në këtë nivel. Zakonisht njerëzit flasin për ato gjëra të cilat ju mungojnë. Dhe duket sikur edhe opozita për Partia Demokratike, edhe socialistët që kërkojnë mandatin e 4 flasin për rritje pensionesh, rritje pagash, vendosjet minimumit jetik, rritje të pagës minimale, pra e vënë theksin të ardhurat. Indirekt pranojnë që gjendja ekonomike e Shqipërisë është problem. Jam sakt në këtë deduksion? Po, është pikërisht stili i fushatës që është një retorik politike në vetvete, e cila orientohet nga populizmi fiskal, pra ky është populizmi fiskal ky që përmende, me qëllim që të bëjë dhe impaktin maksimal në mendjen e atyre që mendon se mund të ndikohen, dhe kjo është ajo qasje që duhet të ishte e zvendësuar nga oferta të politikave publike. Pra, në vend të ofertës, ne kemi sugjeruar që të thuash do jap kaq pension apo do vë këtë vendos të kusht, duhet të thuash që nëpërmjet atyre çfarë do organizoj dhe mobilizoj burimet të shtetit, do arrit të ul informalitetin, do arrit të shfryj ato problematika të cilat do prodhojnë pastaj efekte për të arritur atë mundësi. Momenti që ti thua ajo që është dëshirë e pritshme, pra ajo pritshmëria dhe nuk e thënë mënyrën se si do t'i realizosh to, nga do të marrësh burimet dhe këtë kemi pas parasysh kur e kemi analizuar jo thjesht mbi një kolon, por mbi 4 kolona, kolona politike, sa i besueshëm dhe sa i matshëm është ky politikisht, pra sa i pranueshëm se duhet të ketë konsensus për shumë politika. Pjesë e kapaciteteve administrative të cilët secila parti do vi duhet të i bëjë të tilla që të jenë të zbatueshme dhe duhet të i marrë në konsiderat kapacitetet e administratës. Pjesa e kostove buxhetore që ne përmendëm që është një nga më të rëndësishme dhe zë më shumë, dhe nga ana tjetër edhe kohë e zbatimit, për arsye se shumë nga premtimet bëhen sikur do rrin nga 10 vite në pushtet, kur në fakt vetëm 4 vite duhen bërë premtimet dhe ajo që është e pranueshme në mënyrën sociale të saj. Pra sa do ndërturet me aspektin social të sotëm dhe qëndrueshmërinë afatgjat, për arsye se ti mund të bësh një premtim sot që unë do të vë 200 euro radh par, duhet të kesh burimet në dispozicion për ta mbajtur të qëndrueshëm të premtim në vite dhe nga ana tjetër mënyrën se si ky lidhet me atë qasjen afatgjat politikave. Pra, pak a shumë po themi që janë iluzione, apo për të mos thënë mashtrime elektorale vetëm për të bindur, vetëm për ditën e votimit që është për pak ditë një grup caktuar njerëzish, apo janë vërtet që mund të realizohen për vitin e parë, se të dyja partitë kanë po le ta kthejmë mbrapsht. Vitin e parë. Neve matëm se sa e ka realizuar programin në qeveria aktuale Rama 3, e cila erdhi me një program jo kaq ambicioz në vitin 2021, edhe pse u quajë që s'ka program, por në fakt atë çfarë kishte në zhvillim. Dhe ka realizuar në gjithë përmbushjen e gjithë sektorëve qeverisës deri në 65%. Gjë që do të thotë që 1/3 e programit dhe pjesa më esenciale e tij ka ngelur pa u zbatuar. Dhe këtu s'flas vetëm për infrastrukturën, flas edhe për politika publike të ndryshme, flas edhe për ato që ka pas sektor në arsim, në shëndetësi, jo fatura buxhetore, fatura të reformave të ndryshme të cilat kanë ecur, po nuk kanë ecur aty ku duhet për arsye të fokusit, për arsye të pjesës së qasjes se si i ka angazhuar burimet për ato që ne kemi matur. Dhe në momentin kur flasim për 4 vite që kaluan, me këto që tashmë janë shumë fishuar si premtime, natyrisht që ky 65% në rastin më të mirë, për arsye se buxheti nuk do bëj çuditëra apo dhe vetë administrata e cila në gjykimin ton nuk vjen në ngjitje, edhe pse ka teknologjinë në brendin e saj, natyrisht që të gjitha këto hynë te ajo pjesa që partitë e mëdhaja e kanë konsumuar prej kohësh vetën dhe kanë një konkurrencë të fortë, do thosha, partitë e reja, të cilat duan të ristrukturojnë këtë sistem, duan të futen në një model të tillë që të japin qasje sociale buxheteve, për arsyeën e tillë se Shqipëria ka një mangësi me rajonin, të cilin ne kemi matur tashmë që të zorën barën fiskale, Shqipëria hedh më pak nga të gjithë,
por të mos harrojmë që takse punës në Shqipëri ku përfshihet tatimi mbi pagat dhe kontributet e sigurimeve janë më të larta në rajon. Do të thënë ne paguaj më shumë nga gjithë nga rajoni dhe marri dhe ne vidhemi dhe për mos thënë këtu pastaj nuk them se vidhemi nuk marrim atë që duam. Po ku shkojnë këto para? Këto para atëherë shkojnë politikat e investimeve, të cilat në vetvete janë në mënyrë të tillë që nuk i kanë dhënë ende impaktin ekonomisë. Ta merrni mbrapsht që nëpërmjet marrjes së investimeve nga ekonomia të na vinin në kanë vajtë oligarkët pa diskutim që kanë marrë, pjesa e oligarkëve është ajo që ne shikojmë te infrastruktura, por në vetvete nuk ka dhe një rispërndarje pastaj të këtyre burimeve, për arsye se duke edhe në sa më shumë popullsi dhe politika sociale bën atë rispërndarjen, krijon probleme të tjera të pabarazisë sociale, krijon probleme të tilla që ndikojnë te konsumi i cili nuk është aty ku duhet, edhe pse mund të zvendësohet nga turist apo hyrje dalje, por nuk është një konsum i qëndrueshëm. Pra, ekonominë tonë e mban është si një ujë i vakët që kur nuk arrin të ngrohet që të bësh atë gatim të tillë që të futet në linjën e një do me thënë, që ta kuptoj. Unë paguaj taksa duke punuar në një punë, apo në 2 punë, apo në 3 punë. Dhe kur them unë, edhe shumë të tjerë si unë. Mbrapsht unë marr asgjë ose marr shumë pak, dhe këto taksat e mia dhe të tjerëve që punojnë me ndershmëri shkojnë në pak duar, ndërkohë që nuk rishpërndahen as tek të varfrit që kanë nevojë. Shpërndahen me pikatore. Kjo është, do me thënë, nuk shpërndahen. Pra, ç'duam të themi këtë. Po marr një shembull, Bosnia, Serbia, Malizi, po dhe Kosova që kanë sistem tjetër të shpërndajnë deri në 15% të prodhimit të brendshëm bruto, sa 15% të prodhimit të brendshëm bruto për politika sociale, ku futen sigurime, pensione dhe mbrojtje sociale. Shqipëria e ka ulur të kontributë se ka qenë 11% në 2021-shin, për shkak të post-pandemisë e të tjera, jemi në vitin 2024, viti më i fundit sa 10% e prodhimit të brendshëm. Pra, të paktën 5%, që nuk është pak në shumë absolute pastaj, i mungon xhepave të qytetarëve, të cilët në vetvete pastaj shpresojnë të thonë që shiko se do na rrisin. Nuk mund të rriten dot për arsye se unë do të bëj një gjë me dije për gjithë publikun tuaj, të nderuar, që sado të përpiqesh tashmë ta devijosh orientimin e shpërndarjes së buxhetit nëpërmjet projekte të ndryshme, ende nuk janë mbyllur ato që janë hapur si projekte. Jo më pastaj të shpresojmë që do marr se nga diku do i marrësh lekët. Nga ana tjetër dhe pjesa që thuhet që do marrim lek nga korrupsioni apo nga koncesionet, edhe këto nuk janë mekanizma në rastin më të mirë kur ka vullnet funksionojnë menjëherë, për arsye se janë të tilla që më shumë janë qasje për të në kushtet që kemi të instaluar këtë sistem. Ku një pakic paguan shumë, janë me gishta duarsh ata që i përfitojnë, e të tjerët presin qeverinë apo qeverinë që pretendon të vijë me premtime populiste. Në programet apo ofertat politike të Partisë Socialiste dhe të opozitës demokratëve, a ka ndonjë politik konkrete për ta ndryshuar këtë sistem dhe për të thënë që në datën 12 maj nga fillimi, nëse do konsiderohet vit zero, kjo ndryshon? Nuk kam politika të tilla reformuese apo ndryshuese, më shumë duan të bazohen mbi këtë statu quo që është, thjesht të ndërtojnë politika të tilla që të interesojë në qasjen elektorale. Pra, kanë ndërtuar politika dhe programe të tilla fiskale, elektorale që të joshin publikun, por në vetvete nuk mund të themi që janë anti sistem i ndërtuar deri më sot, nuk janë asnjëra kundra të ashtu-quajturve oligarka apo kundra infrastrukturës, pasi se edhe PD-ja ka vazhdimsi në projektet e saj, do vazhdoj ato rrugë që janë nisur. Personalisht për ta shpjeguar, sepse gjithmonë është kjo diskutimi që oligarkët janë biznese, nuk është faji qeveri i biznesit se do të bëj biznes. Është faji qeverisë që favorizon, domethënë për ta, sepse e dëgjojmë gjithmonë që dhe programe i ngren të thjestuar në një farë mënyrë lidhjen e ngushtë apo kapjen e shtetit nëpërmjet disa individëve, për arsye se para njëherë oligarkët janë me asa gishtat e dorës dhe natyrisht që duke i marrë të njëjtat persona, të njëjtat volume pune, kjo krijon një problem brenda sektorit, që edhe në sektor nuk kemi një shpërndarje të drejtë të volumeve të punës. Po ky është faji biznesit apo është faji qeverisë që ka krijuar këtë raport? Qeveria vendos rregullat, ka rolin rregullator, dhe në momentin që ajo vendos kushte në ato tendrat e famshëm që ne dëgjojmë që
tendrat personalizohen bazuar mbi atë çfarë ka në thonjza oligarku. Pra, ta zëm ka një vinç oligarku dhe ai vendos duhet të kesh një vinç për të marrë tenderin. Që këtu e mora në një farë shembulli se mos ka ndonjëri vinç në atë gjë. Po mirë, a do zgjidhte inteligjenca artificiale për shembull në programet e partive? Sa zgjidhni inteligjenca? Vinç duhet prapë. Ai që ka vincin do doj ta shesi dhe do gjej mënyrën për ta shitur nëpërmjet të, por do thosha që inteligjenca artificiale ose teknologjia në sektorin fiskal u shit për publikun në 2021-2022 që u vë fiskalizimi se do të na zgjidhte problemin e informalitetit. Në vetvete nuk e zgjidhi informaliteti biles, nëpërmjet asaj që ju keni dëgjuar së fundmi dhe keni përcjell për rritjen e paras cash në qarkullim me 10% nga viti i kaluar, lajmi i frikshëm nga llogaritjet që kemi bazuar mbi përvojat e botës, 10% rritje do të thënë 2-3% më shumë informalitet. Pasi kjo para cash vetet e ekonomia informale një pjesë e madhe dhe ajo e mbante në këtë mënyrë mos luftimi i tij dhe mbajtja e kësaj jo vetëm që nuk është ulur informaliteti me këtë para cash, por është rritur dhe në momentin që nuk bën këtë detyrë, fiskalizimi do t'jap llogari, na duhet më apo nuk na duhet në këtë formë që është. Ato aksionet e qeverisë për zyrtarizimin e pagave, e ku di unë, domethënë tek bizneset nuk kanë dhënë rezultat, kanë qenë me gjasme. Nuk bëhet, shiko, parimi i administrimit nuk është të bësh aksione, është të ndërtosh sisteme të qëndrueshme, transparente dhe të tilla që bazohen në rastin e administratës mbi meritokraci. Momentin që të treja këto janë problematike dhe nuk funksionojnë, në rastin më të mirë mund të funksionojë njëra dhe nuk funksionojnë dy të tjerat, natyrisht që krijojnë këtë problem dhe kanë shtuar në atë çfarë tashmë kjo është e matur si perceptim taksën e korrupsionit. Edhe pse mund të themi që ka një përmirësim në indeksin e fundit, por kjo nuk ndodhi te tatimet e doganat. Pra, mbahet një statu quo e tillë për arsyen se brenda kësaj janë të gjitha këto çfarë ne përmendëm plagë që nga sa duket vullneti nuk ekziston për t'i luftuar dhe kjo duhet të ishte një nga kryefjalat apo një nga boshtet e fushatave të paktën të opozitës, e cila vetvete është shprehur për luftën e informalitetit, por nuk na ka thënë gjë konkrete apo nuk e ndërton të tillë që të bëhet e besueshme. Pra, që ta bëjmë më të kuptueshme edhe për publikun. Ky shtimi i lëvizjes paras në mënyrë informale që ka ndodhur gjatë vitit fundit, nëse e materializojmë për çfarë shifrash pak a shumë bëhet, se ku flasim për përqindje, publiku thotë atëre 4.3 miliardë euro janë në qarkullim para cash, që është sa 1/3 e gjithë paras në Shqipëri. Domethënë kaq është kapaciteti dhe pra që ta theksojmë 1/3 e paras cash. Jo 1/3 e paras cash, 1/3 e paras që qarkullon në Shqipëri është jashtë bankave. Dhe çfarë na bën kjo? Një analizë e thjeshtë është që qeveria mori një nismë për të regjistruar gjithë pensionistët në llogari bankare me qëllim të formalizimit. U vendos ligji jo thjesht i fiskalizimit, por ai ka vendosur disa kritere për qarkullimin e paras, sa duhet të mbash kompanitë në arka, sa duhet në arkat e tyre, sa duhet të dorëzojnë në banke të tjera. Dhe çfarë ndodh? Me ligje të tilla të nxituara, të cilat në vetvete u bën në mënyrën më të beft të mundshme, dhe dua të përgjigj shembullin e Finlandës, që është shteti afër Estonisë, pra janë shtete shumë të zhvilluara dhe u dëshën 10 deri në 12 vite për të futur fiskalizimin. Ne futëm brenda 2 vitesh ne në Shqipëri dhe natyrisht e gjitha kjo prodhon dhe efekte nga nxitimi të tilla që ligji beti pasbatueshëm, e humbet vlerën e tij dhe në momentin që humbet vlerën demoralizon gjithë aspektin e politik bërjes. Nga ana tjetër, duke u rritur kjo para tashmë, si thash, kjo nuk shkon në atë ekonomi që quhet formale. Kjo shkon, është pjesë e ekonomisë informale dhe ka të bëjë sa me sektorin ndërtimit, por dhe sektor të tjerë që përgjallërohen të shërbimeve. Nga ana tjetër ka të bëjë me mënyrën se si kjo mbahet e tillë për të formalizuar informalitetin tashmë, jo për të formalizuar ekonominë. Ndërtimi ishte një sektor që përmendëm për këtë. Por ndërtimi po si puna saj që çakalli bën kërdin dhe do thosha shumë sektor të shërbimeve, nuk dua të hyj tani në pjesën e identifikimit se është detyrë e institucionet, na thonë, jo t'ua themi ne atyre. Po mund ta themi në një sektor tjetër shërbimi. Po do thosha ja do të bëj sektori taksive, që duket më i parancishmi. Është shtuar në mënyrë të tillë që nuk lidhet me mënyrën se si ecën ekonomia në atë drejtim. Pastrojnë para tek taksit? Jo, duhet verifikuar, nuk thash. U provra një shembull. Po ka dyshim të arsyeshëm që edhe mund ndodhi kjo. Çdo rritje e befte, mora si shembull hipotetik më shumë. Çdo rritje e befte aktivitetit në çfarë do lloj rasti bumi ekonomik duhet parë me një lup që administratat hetimore bashkë me Agjencinë e Inteligjencës që ndryshuan emrin
duhet na kishin dhënë një produkt tashmë dhe jo të na binin vërdall. Apo s'kemi dhe 2 satelitët që i shohin kështu nga sipër taksit. Ata ambitort. Punojnë ato. Punojnë satelitë. Shikoj se mos ta personalizojmë, nuk është punë taksi, se ata janë punë e tyre. Problemi është që gjithë Shqipëria aty ku ka mundësi po e le do bëj informalitet, pasi detyra e privatit është të paguajë sa pak taksa. Dhe detyra e shtetit është që të mbledh taksat dhe të mos bie këtu në vëmendje, do të se duket ndoshta si ironike taksimin e ndershëm që neve pas 12 vitesh tashmë nuk shikojmë që jemi të taksuar në mënyrë të ndershme, për arsye njëherë se taksohet puna shumë më tepër se kapitali dhe kjo bie ndesh me atë motiv të ndalimit të emigrimit e të tjera të trurit. Nga ana tjetër është pjesa që shpërndarje barës, të cilën ne kemi analizuar së fundmi, është e pabarabartë në rajonet e vendit, pra kemi polarizim të ekonomisë dhe një analizë, një studim të cilën as politikanët, po as qeveria nuk i do realisht studimet se i hapin punë apo i nxjerrin probleme. Duhet të shikoj pse është polarizuar dhe çfarë duhet bëjmë për ekonominë dhe kur them polarizim, unë nuk e kam fjalën këtu për urbanizimin, pra të bëjmë qendrat e qyteteve dhe ato do na bien në lekët aty, do hedhim, nuk janë fontana di trevi urbanizimet. Janë qendra të cilat mund të krijojnë një format më qytetar të atyre. Nga ekonomia vuande. Pastaj, në qoftë se hym neve që banojmë Tiranë, llogaritë se sa paguajmë, na është rritur bara deri në 30% në raport me 2023. Mos ma thua Jedi që ti jemi për rilindjen urbane. Unë sapo thash që rilindja urbane ka një vlerë në momentin që sinkronizohet me shumë elemente të tjera. Nuk është problemi që kush e do, këtu nuk flitet për estetikën e të bukurës, flitet për estetikën ekonomike, pra për funksionalitetin. Pra për ta theksuar edhe një herë atë pikën e rëndësishme që thashë, ne në Tiranë krahasimisht në 2023 na është rritur barra tatimore me rreth 30%. Paguajmë taksa 30% më shumë. Paguajmë diku te 5 milion në vit. Të vjetra për banor, kjo ta mesatare, paguajmë te 6.2 milion të vjetra për banor. Dhe të mos harrojmë tashmë që banorët e Tiranës janë shtuar, duhet binte në një farë mënyre. Pra, paksojnë banorët e qyteteve të tjera, Tiranës i rriten banorët, nuk i paksojnë. Shërbime mbrapsht çfarë marrim? Atëre, po të vim pastaj çfarë shërbime marrim mbrapsht, marrim rrugët. Prap, trafik, mungesë parkingu. Po ne kemi trajtuar, e kemi diskutuar së bashku. Trafiku nuk është vetëm për arsye të shtimit të automjeteve, është për arsye të një intensiteti të ndërtimeve 3 herë më shumë se që lejon ligji. Dhe në momentin që unë bashkë me kolegët e analizuam dhe e trajtuam, kur e ke 3 herë më shumë ajo prodhon më shumë trafik, prodhon më pak cilësi jete, pra kemi ndotje për të cilën unë nuk kam dëgjuar gjysmë fjalie të diskutohet nga partitë e mëdha për ndotjen, i cili është problem në vetvete, për problemin e shëndetësisë i cili vetvete ka jo më shëndetësi falas, por për pensionistët janë shtuar kostot pasi mënyra se si kanë reformuar atë pjesën e rimbursimit të ilaçeve, në vend që të ulnin koston u dhan bonusin dhe po paguajnë më shumë se sa u dhan bonus për ilaçe të ndryshme që tashmë ja bërë pjesë e skeme. Pra, unë nuk e di se si mund të ndihen ata, por të paktën ata që unë njoh u shtërritur kostoja. Si ka ndodhur kjo? Ka ndodhur për arsyeën e thjeshtë se në vend të vinin vetlla nxorën syt në aspektin e reformës dhe kemi të bëjmë oligark. Po pse? Ky ka qenë një nga premtimet kryesore të Partisë së Shtaktorisë në 2013. Dhe vazhdojnë ta premtojnë, do kemi bonuse të tjera, do kemi reformim të skemës. Bonusi ka një vlerë për sa kohë dhe realisht janë rritur. Pra, pensionistët duhet paguajnë më shumë për të kompensuar ilaçe me demek që vinë të reja, të tilla që janë për të mirën e tyre, por janë me çiklek më shumë. Tani, ajo që po kuptojmë është që premtimet nuk i kanë mbajtur. Ti i ke analizuar premtimet e qeverive në vite. Kush gënjen më shumë? Shiko, ndodh një gjë që sa më shumë të kalos mandata e qeverisë se fillon e gënjen më shumë, pa diskutim. Ka një konsumim të pushtetit, një korruptim të vullnetit dhe natyrisht që në vend që të përmirësoj për arsye se një parti e cila e trashëgon pushtetin nga vetja, natyrisht që duhet ishte më proaktive në realizim, për arsye se ajo premton ato që i kanë procese. Do të ra më shumë dhe si Pinoku. Pra, në momentin kur ti gënjen dhe veten, kjo është të gënjesh dhe veten tashmë, të gënjesh për ato që ti ke në punë, kjo tregon që papërgjegjësia duhet të adresohet në një farë mënyre me një orientim ndryshe të vullnetit popullit.
E të mendosh që sipas sondazheve, u bën disa sondazhe që po na thonë, do ta shohim, po të gjithë thonë që fiton edhe më bindshëm se sa Po na pëlqen të gënjehemi. Gënjehemi ne si popull. Ky është. Jo, perceptimi është gjë e madhe dhe të paktën rilindja që ditën e dytë pushtetit punon për këtë perceptim dhe ndërton në mënyrë të tillë që të jemi të besueshëm të shikojmë atë që na thuhet. Në fakt, secili di problemet e veta, neve i masim për të aprur në vëmendje në mënyrën teknike të mundshme apo profesionale, por në momentin kur shikohet i gjithë konteksti dhe nuk ka menuja zgjedhje deri më sot, natyrisht që kanë zgjedhur të keqen më të vogël dhe ja vlen të analizojë pse e keqja më e vogël. E keqja më e vogël për arsyeën e thjesht se shikojnë jo vetëm thjesht anën ekonomike, por dhe anën ideologjike apo politike të tyre. Pra, votuesit kryesor që ende mbeten në shoqata e pensionistëve, që është shoqata më e madhe në vend, natyrisht që nuk është se janë të pa interesuar për ekonominë, pra se ata janë më të vuajtur. Janë idealist. Por votojnë kanë një qasje ideologjike të cilën e ruajnë edhe pse me firot e saj. Nga ana tjetër kanë dhe një pozicionim të tillë që duan të besojnë që do bëhet më mirë, duke parë se krau tjetër ka konsumuar vetvete në disa mandate në mënyrën më të keqe të mundshme. E kam fjalën për Partinë Demokratike, e cila në vetvete ishte ajo që mori damkën e piramidave, që është një damkë që nuk i kën kollaj, pra ajo ka bërë që njerëzit të mos besojnë kurrë te sistemi financiar. Ne rikthyem vot më vonë. Pjesa e atyre çfarë ndodhen pastaj në aspektin e politikave të ndryshme të dhunshme dhe natyrisht të gjitha këto kanë bërë që njerëzit të mendojnë më shumë për sigurinë, për pjesën e asaj çfarë lidhet me familjen, se sa thjesht dhe vetëm me ekonominë dhe kjo bazohet mbi mentalitetin në përgjithësi të mesatarës popullsisë që janë të kënaqur me mbijetesë, nuk kanë ambicie apo nuk kërkojnë të gjallërojnë më shumë jetën e tyre. Më lejo Edi të jap një kundërargument. A ndikon ndoshta që kur njerëzit janë të varfër, kur njerëzit nuk kanë shpresë, kur njerëzit kanë një perceptim të errët për realitetin cilin kalojnë, ka stepjen për të bërë ndryshuar dhe kapen fort për të mos ndryshuar status quo në tyre, do të thotë një familje me ndihmë ekonomike do përpiqet shumë që atë ndihmë ekonomike ta marrë, sado që ajo nuk i shpëton jetën dhe mbetet një ndihmë ekonomike dhe ai mbetet në mbijetesë. Ama ka frikë që nëse vjen një qeveri tjetër, një pushtet tjetër vendor, as atë ndihmë ekonomike nuk ta marr. Po të kuptoj, është ajo që e përmenda pak më parë që luftojnë për mbijetesë, jo vetëm këta që është kjo arsyeja që ndoshta nuk e bëjnë rotacionin. Arsye për arsye në kuptimin e trashëgimisë që kemi, që vjen e tillë që njerëzit janë mësuar të jetojnë me nivele të ulta të ardhurave dhe natyrisht duke u mësuar dhe duke vazhduar në këtë mënyrë nuk kërkojnë diçka më shumë nga vetvetja radh parë, pra që do kërkojnë nga vetvetja dhe ne këtë shikojmë mënyrën se si asnjë nga njerëzit nuk organizohet me paktën me ata që ka pranë të ngrihen dhe të japin zërin e fuqishëm për të drejtat ekonomike. Pra për drejtat ekonomike njerëzit mjaftojnë me atë çfarë trashëgon nga sistemi i kaluar, çfarë na i jep shteti, e kemi mjaftueshëm. Kjo është një logjik perceptimi i tyre. Dhe janë të tillë që i shmangin ofertat e tjera për arsye se ka të bëjë dhe me atë se sa në vetvete pastaj është kultura fshatare me kulturën qytetare të cilat sa ndërturen, pjesa e remitancave të cilët kanë krijuar një farë hati dhe kanë mbajtur të varfërinë apo amokun ekonomik në mënyrë të tillë që mbijetohet dhe nga ana tjetër një pjesë e caktuar që punojnë, natyrisht ata janë më të ngarkuar dhe kjo duhet marrë në analizë pastaj se jo të gjithë janë, po flasim për atë stres që jeton mbi këtë. Pikërisht sapo do thoja, domethënë që të dyja partitë të mëdha po edhe partitë të tjera kanë minimumin etik, pagën minimale 400 në fillim dhe pastaj 500.000 lekë të premtuar shumë fort që do realizojnë. Nga ana tjetër, nga studimi i Barrës Tatimore, që po flisnin për Tiranën Shpar, një qytetar, një banor i Tiranës, mesatarisht paguan rreth 500.000 lekë taksa pra 6.2 milion në gjithë vitin. Pra në një farë mënyrë, kjo diferenca ndërmjet këtij polit qendror dhe rajoneve tjera apo qyteteve tjera të Shqipërisë është ky hendek është rritur gjithmonë më shumë. Po, natyrisht që është rritur për arsye se kur bëjmë llogaritje të më së shumti te Barra Tatimore, përveç atyre çfarë paguajnë të gjithë si konsumatorë nëpërmjet toshës e tjera, është dhe barra vendore. Në Tiranë
një pjesë e madhe taksave ne paguajmë në formate të ndryshme, por është taksa që është mbi infrastrukturën, e cila zë pjesën më të madhe të taksave vendore të Tiranës, dhe taksa të tjera të cilat në vetvete ne kemi kërkuar, kemi diskutuar dhe bashkë duhet të ishin progresive, pra jo të gjithë duhet të pagonin njësoj, apo të kishin një qasje të tillë që të bënin diferencimin. Dhe duke u vendosur këto në kontekstin e asaj se sa e paguajnë realisht, pra ne masim atë që paguhet, jo atë që është e ligjëruar, natyrisht që të gjithë janë të ngarkuar dhe këtu flasim edhe për taksën e ndërtesës, e cila shkon në sinkron. Pra rritet taksa infrastrukturës mbi ndërtimet e reja, apo mbi ndërtime që kanë rritet dhe taksa e ndërtesës. Benzinxhir, dhe të gjitha këto thjesht të shikojmë 2024 me 2023 taksa e ndërtesës është rritur me 20 deri 25%. Thjesht nga çfarë? Brenda një viti. Për 100 metra katror, po themi si shembull. Dhe pse u vendos një referencë dhe vetëm për Tiranën, nëse e keni dëgjuar. Dhe kjo nuk ishte pa qëllim. Kjo është një politikë selektive që neve në Altax e ngritën për arsye se parimi i parë një herë duhet të jetë drejtësia tatimore. Nuk ke si takson një zonë të caktuar pse ta ka qefi, apo mendon në krahasim me një tjetër. Pra, referencat vetvete janë të themi antiekonomike për arsye se nuk i vendosin kushtet barabarta, por vendos shteti për ty. Pra hyn te liria të bërit ekonomi dhe liria për të marrë ti vendimet e tua. Pra, e thon ndryshe, nuk është qefi madh thjesht është Tiranë. Do thosha që kostot janë të mëdha, nuk është qefi madh. Nëse duket të favorizojnë oligarkët. Pikërisht për këtë qef ne që po rrim, po paguajmë më shumë. Partitë e vogla the pak më parë di që priren më shumë se sa partitë e mëdha drejt reformimit. Ndodh kjo sepse kanë shanse thuajse zero për të ardhur në pushtet si forcë kryesore, jo si pjesë e koalicionit. Forcë kryesore natyrisht ato nuk mund të jenë. Prandaj ndoshta për këtë arsye neve kemi quajtur si diçka që të paktën po ndryshojnë, po thyet akulli i asaj çfarë deri 35 vite nuk është thyer. Pra, po hyn në garë, po hyn me programe, dhe dashur pa dashur detyrohen dhe partitë e mëdha të bëjnë një farë programe, pra një manifest politik përpara se fillonin zgjedhjet, dhe ky është ndryshim, se ndryshimet do matur me atë milimetrin, nuk mund të presim ndryshime të mëdha në mentalitetin e të bërit politik. Nga ana tjetër i kanë vënë para një presioni, edhe pse partitë e mëdha përpiqen, nga sa kemi parë, të injorojnë, nuk i përmendin për arsye se i shikojnë si konkurrent. Programet e tyre, duke filluar nga njëra te tjetra, janë shumë më të formatuara se të partive të mëdha, janë programe jo me qasje populiste, përjashton në një premtim aty këtu për buxhetin, pra ai është populizmi, kur thotë do bëj kaq. Se nga do e marrësh, aty është llogaria dhe na prishën çik këto, por të themi që kanë një qëndrim, nëse i krahasojmë me partitë europiane, të qendrës së majt. Pra, duan të jenë te qasja sociale, dy partitë paktën Shqipëria bëhet dhe Lëvizja Bashkë. Ndërkohë Partia Mundësia që ka dalë si njëri dhe ajo është më pro business, është më e djathtë në politikat e saj dhe është më pro biznes, sidomos biznesit rural, pra është më orientuar, nuk ka qasjen sociale. Ndërkohë, dy partitë e vogla kanë dhe një risi, edhe pse nuk e njohin se si funksionon shteti, cilat janë kapacitetet e tij, kanë ndërtuar analiza të tilla që i bëjnë ato premtimet të realizueshme, se kjo tregon seriozitetin, pra janë ulur, kanë studiuar dhe vinë me një program, dhe ky nuk është diçka për të injoruar, natyrisht që ata nuk targetojnë thjesht dhe vetëm pensionistët, ata targetojnë sidomos brezin e ri, dhe kjo është një qasje tjetër dhe është vërtet kuriozitet për të gjithë neve se si do e përcjelli brezi i ri atë çfarë ata po ofrojnë, por do thosha dhe për neve që nuk kemi më brezi i ri, presim të ndryshojmë pasi larg qoftë do vi mosha, do mosohemi dhe do shikojmë prapë të njëjtat fytyra, kur ndërkohë shokët e tyre politik të dy partive të mëdha ose kanë vdekur fizikisht ose janë në pension politik. Pra, Shqipëria si në çdo gjë i bën me tepri dhe shumë të gabuara qasje. Një pyetje të fundit kam unë. Në qoftë se do t'i vijë një emër programit politik të Partisë Demokratike, të Partisë Socialiste dhe të partive të vogla, cili do ishte me një? Partia Demokratike e ka populist, Partia Socialiste e ka qëndrueshmëri dhe partitë e vogla e ka reformatore. Nga këto partitë vogla, kush është më radikalja në thyerje të sistemit? Ato nuk kërkojnë të thyen sistemin, kërkojnë ta reformojnë me mjete, pra janë teknokratike në qasjet e tyre. Duan të bëjnë diçka
që s'është bërë deri më sot, dhe do thosha që më me këmbë në tokë në aspektin gjithëpërfshirës lëvizja bashkë, por aq afër është dhe Shqipëria bëhet. Ndërkohë Partia Mundësia nuk ka një qasje gjithëpërfshirëse, është një qasje shumë konservatore dhe qartë e djathtë. Eduard Gjokuta, ishte kënaqësi që ishte në Money Hour. Edhe për mua. Faleminderit. Dashur miq, mirupafshim në edicionin e radhës. Mirupafshim.